Kryeministri Edi Rama ka bërë cubi në panelin e Chatham House në Londër me temë Ballkani Perëndimor dhe integrimi në Bashkimin Evropian. Rama ka kritikuar deklaratat e politikanëve britanik për shqiptarët, duke u shprehur se duhet ta mbyllin atë drejt goje. Rama avion të mos zërmend. Kujtojmë që para disa kohësh u kap me deputetin britanik Nigel Farage, i cili është pretendent edhe për kryeministër të Britanisë së Madhe. Kryeministri Rama po ashtu komentoi fushatën që u bë kundër shqiptarëve kur Anglia po largohej nga Europa. Ai tha se britanikëve ju thanë se nëse dilnin nga Europa largohen shqiptarët dhe pas largimit tema u zmadhua akoma më shumë. Me tonë gazmore Rama tha se nuk duhet merren me shqiptarët sepse po të mallkuan ata zhdukesh. Dua të them dhe një tjetër gjë, ai nuk ka ardhur me skaf, por ambasadori ynë ka ardhur me skaf dhe është ambasador. Ju keni ardhur me viza dhe jeni askush. Pra varkat e vogla kanë sjell shumë njerëz me ëndra dhe ambicie dhe që i bëjnë nder shoqërisë britanike. Të paktën komuniteti ynë i shqiptarëve këtu po jep mjaftueshëm Britanisë Madhe që politikanët britanike etiketojnë shqiptarët ta mbyllin gojen, ta mbyllin atë drejt goje dhe mos i përmendin për asgjë veçse pozitive. Kushdo që i prek duhet ta mbyll atë drejt goje, përveç meje, që duhet të them diçka, por s'po i prek, u shpreh Rama.